Pyetja e radhës thot kështu, një vëlla thot për hir të mos përçarjes u iku debateve brenda muslimanëve. A bëj mirë apo duhet me debatu? Nëse e shet të udhës edhe shet të dobishëm se nëse ban debat, edhe ky debati reflekton pozitivisht, si dobi të mëdhaja, atëherë nuk ka dyshim se mirë është bash debat normal, duke u pajis me urtësi, me mençuri, me argumente të shëndosha, me fakte të gjalla. Në të kundërtën, nëse e vëren se nëse zhytesh në debat, edhe ky debat shkakton përçarje, kacafitje, ngrenje e zaneve, nuk si dobi, atëherë është më mirë të largohesh debateve. Për ta pejgamberi alayhis salam një hadith ka thonë, unë i garantoj atij personit i cili e le debatin, edhe nëse është në hak, edhe nëse është në të vërtet, i garantoj xhenet, apo në mes xhenetit nëse e le polemikave. Edhe shumicën e rasteve, debatet e shumta dhe polemiket me të vërtet si edhe ndame, përçarje. Edhe jo rastisht ka thënë një dietar nga selefi, Imam Auza'i, Allah i mëshiroft, ka thonë se Allahu xhaleshanu kur t'ja don të mirën një shoqërisë, apo një familjes, apo një shtetit, kur t'ja do të mirën, ja qel derën e punës dhe veprave, ja mshel derën e polemikave dhe debatave. Në të kundërtën, kur t'ja don Allahu të keqen, dami një familjes, apo shoqërisë, apo dhe një shtetit, Allahu ja qel derën e polemikave dhe debatave dhe ja mbill portën e veprave dhe punëve. Për ta shumicën e rasteve, ata që ka bëjnë debate, ata nuk kanë as vepra as punë. Bile, ndoshta, duke u mërzit mas vepra dhe punët të dobishme, e kanë braktis veprat dhe janë dhënë mas polemikave. Hasan Basriu i ka pa disa njerëz në skejt e xhamisë, edhe i ka thonë disa shokëve, a pe vëreni ato njerëz të cilët janë duke u marrë mas polemikave dhe debatave, këto ishin ata të cilët bënin me harët ibadet dhe adhurim. Mirë po u mërzitën mas ibadetit dhe u rokën mas debateve. Pra, shkurt, debatet dhe polemikat, nëse me të vërtet mendon se si edhe dobi, atëherë ja vlen të diskutohet dhe bëhet debat. Në të kundërt, mas mirë të largohesh, edhe nëse me të vërtet je në hak dhe në të vërtet Allah e di më së miri.